Unë fillimisht të përshëndetje aksionin e prokurisë dhe organeve tjera shtetërore, cilat përmes këtij aksioni kanë ndiku fuqishëm në rritjen e shpresës së popullit Kosovës për mundësinë e ndërtimit të një shteti mirëfillt, ku natyrisht çdo kush do të përgjigjet për veprat e veta. Mirë po, ne në Kosovë jemi mësuar me aksione të tilla spektakolare, fillimisht me aksione të tilla. Mirë po, nëse ato nuk përfundojnë me aktgjykimet plot fuqishme, atë natyrisht se do të rezultojnë me një zhgënjim të fuqishëm të opinionit publik. Në anën tjetër paraqitet pyetja, nëse prokuria dhe organet tjera të cilat kanë pas pjesëmarrjen e vetë, të janë kanë pjesë përbërëse e procesit të përgatitjes së zgjedhjeve, nëse ata i kanë kryer edhe detyrat e veta sipas kompetencave të tyre zyrtare, në mënyrë që të parandalohen veprimet e tilla. Këtë drejtim duhet me pas parasysh se bazë të shumë informacioneve të publikuara, në brenda centrave të votimit dhe komisionerëve ka pas edhe persona që të kishin konflikte flagrante të interesit, pjesëmarrja të cilëve është ndalë ose është dashur për monal përmes ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit. Dhe në këtë drejtim nuk kanë pas edhe mekanizmat e mjaftueshëm të mbikëqyrjes interne gjatë procesit të numërimit të atyre votave. Në këtë drejtim do ishte logjike, profesor, gjithë që po ndërpres mirë, po është pak për bindjen time dhe po shtroj si pyetje, pra a është pak jo logjike jashtë demokracisë me të nejtë polici mi kry të numëruti aty? Jo, në asnjë situatë policia nuk ka nevojë. S'ka drejt. Policia nuk ka drejt, as nuk ka nevojë. Polici vetëm kohë se thirret prej zyrtarëve, prej kryesuesve që janë atë mund për me intervenu. Mirë po duhet me pas parasysh se pikërisht gjatë procesit të numërimit aty në zgjedhje ka pas mundësi mu kriju mekanizma tjerë të kontrollit reciprok të brendshëm në mënyrë që të parandalohen ato manipulime. Se shikoni, kjo ka ndikuar edhe në eskalimin e një skandali me përmasa shumë të mëdha dhe gjigante. Edhe mediat e huaja, nëse keni pa, janë ka raportojnë për një skandal përmasave gjigante, cilat po ndikojnë në humbjen ose ndramjen drastike të kredibilitetit tonë. Prandaj ka qenë shumë e mirë dhe në interes natyrisht edhe të mbarvajtjes së gjitha proceseve politike në Kosovë, që fillimisht mu pa marrë masat preventive nga institucionet tona shtetërore, tu ja bë me dije mas pari më në kuadër të mekanizmave konsultativ cilët i kanë pas. Se para shpalljes së zgjedhjeve natyrisht pjesë përbërëse aty në komisioneve kanë qenë edhe prokuria dhe policia dhe ata kanë pas mundësi kuadër të kompetencave të veta me thonë, okej, ju lutem, verifikoni a i keni personat me konflikt interesit aty, a ka familjar aty, ose natyrisht të eliminohen edhe strukturat krejtësisht njanshme politike në këtë drejtim, ose të mbikëqyrjes politike. Unë ishte edhe të shqetësuese edhe informacioni i prokurorit, cilën sot ai e tha, ku thotë ka dhe dyshime për korrupsion. Këtë drejtim duhet me pas parasysh se korrupsioni nuk është vetëm aktiv, por është edhe pasiv, qoftë se dyshohet se kanë marrë këta. Atë natyrisht orientimi i dyshimit duhet mu kthy natyrisht edhe te ata persona të cilët mundësisht kanë 6.000 vota, 5.000 vota, 4.000 vota, 2.000 vota nuk të vinë. Prandaj po them, në qoftë se është dhe duhet detyrimisht është koha fundit që të kthehet shpresa opinionit publik në një sistem mirëfillt juridik, që të vazhdohet me aksionet e tilla, jo vetëm spektakolare, por natyrisht të vazhdohet me procedurat mirëfillta dhe personat përgjegjës të sjellen para drejtësisë.